Ka rrjedhur ngjarja. Teodor, përshëndes, çfarë ke mundur të mësosh rreth kësaj ngjarje, pra e cila ka ndodhur rreth një orë më parë? Të përshëndes Ilir, në fakt, siç e thatë edhe ju, të shtëna zjarri janë dëgjuar në qytetin e Shkodrës, në konkretisht në lagjen e Kirës, një ndryshe si lagja Guerrile, ku dyshohet se pas një konflikti apo një kontrolli rutin nga policia e Shkodrës në një automet në lëvizje, ky i fundit me njëherë masi ka konstatuar afrimin e makinës së policisë, ka shtuar shpejtësinë duke tentuar të largohet e më pas pasi autometi policisë i është vënë pas dyshohet që pasagjeri që ka qenë në pjesën e mbrapme të autometit është ulur nga makina dhe ka qëlluar me armë zjarri në ajër dhe më pas është larguar në drejtim të paditur. Në fakt, policia e Shkodrës ka nisur me njëherë hetimet lidhur me këtë ngjarje dhe ka bërë të mundur arrestimin e shoferit të autometit, ndërsa ende nuk i kemi generalitetet e tij, pra emër mbi emër, ndoshta edhe për shkak të ngjarjes që ka vetëm pak minuta që ka ndodhur, ndërsa po vjen hetimet për të bërë të mundur dhe zbardhjen e identitetit personit i cili dyshohet që të ketë qelluar me armë zjarri në ajër në pjesën e pasme pra të automjetit. Në fakt, Ilir, zona Kërësit është një zonë e njohur në qytetin e Shkodrës për shkak edhe të problematikave që ka pasur ndër vite, ndërsa le të themi edhe patrullimet e policisë në këtë zonë, si edhe në lagje tjera të qytetit, të cilat më herët kanë pasur problematika, kanë qenë shumëta dhe le të themi vjen që tjetë në këto zona të ketë prani të shtuar të forcave të policisë, të cilët janë për garantimin e rendit dhe të sigurisë. Se takon kësaj ngjarje, në fakt presim që të kemi edhe më shumë informacion nga policia e Shkodrës, ndërsa siç e thash pak më parë, ende nuk e kemi identitetin e personit i cili është arrestuar tashmë nga policia, por po bëhet e mundur që shihen edhe kamerat e sigurisë në këtë zonë për të bërë të mundur që të zbardhet edhe të identifikohet personi që dyshohet ketë qelluar me armë zjarri në ajër. Qartë, Teodor, faleminderit. Me ndbritur në vend ngjarje, ndoshta do të lidhemi sërish për të mësuar detaje rreth arrestimit apo edhe largimit nga vendi i ngjarjes të një personi i cili ka shtëm pra në ajër dhe nuk i është bindur patrullës